Ditmar Bicaj është zgjedhur trajneri i ri i ekipit të futbollit të Lushnjës, pas dorëheqjes së trajnerit Erjon Xhafa, i cili e la ekipin në fillim të kampionatit për kategorinë e parë. Ditmar Bicaj, 36 vjeç, ka spikatur tek Burreli sezonin e kaluar, pasi bëri një punë të shkëlqyer me ekipin në kategorinë e parë. Në fjalën e tij gjatë prezantimit, trajneri Bicaj tregoi pritshmëritë e tij nga ekipi i Lushnjës. Sa kam dalë nga fushat e futbollit, kërkoj angazhim, respekt për fanellën, për qytetin, edhe mbi gjitha respekt për veten, sepse duke parë dhe kundërshtarët që po luajmë, kur them po luajmë, shikoj që nga java e parë, mendoj që ju keni fal pikë. Nuk ja kanë marrë ato pikët, por ju keni fal juve. Kështu që nga java që kemi me Kasiotin, shtrëngim mbi gjitha respekt për veten edhe mi dhon gaz. Jo se vi unë me bo magjin tu, po ekipi që ka këtu, emra që janë këtu mrena, ka shumë pritshmëri, jo vetëm nga qyteti brenda, por edhe nga opinioni i futbolldashëve në Shqipëri. Gjithashtu tekniku u premtoi tifozëve dhe sportdashëve lushnjar që do t'i rikthejë fanellës së Lushnjës shkëlqimin që meriton. Vin Lushnja me gjej një ekip jashtëzakonisht shumë të mirë, shumë cilësor, pavarësisht javëve të fillimit të kampionatit, që mendoj që ka ardhur edhe përpasoj fatit të thojë, sepse ka pas takime jashtëzakonisht shumë të mira. Gjej rastin falenderoj kolegun tim Erjon Xhafa për punën e bërë gjatë gjithë kësaj periudhe tek Lushnja. Vin trajtimin e Lushnjës me shumë dëshirë, gjej një ekip shumë cilësor, një ekip me shumë traditë në futbollin shqiptar dhe premtoj që do jap maksimumin për ta rikthyr Lushnjën mes më të mirave të futbollit shqiptar, sepse është një fanellë shumë e rëndë dhe e meriton të jetë atje lart.